Në vitin 1718, në zemër të Italisë baroke, në një nga teatrot më të rëndësishëm të Evropës, u hap perdja për një shfaqje të pazakont. Në skenë nuk u shfaqën perandor romak, as mbretër mitologjik, por një figurë që vinte nga malet e Arbërisë. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Heroi shqiptar u kthye në personazh opere nga një prej kompozitorëve më të mëdhenj të gjitha kohrave, Antonio Vivaldi. Para se të vazhdoj me këtë histori të jashtëzakonshme, nëse ju pëlqejnë temat e rralla dhe të padëgjuara të historisë sonë, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu e kaluara nuk harrohet, ajo rilind. Antonio Lucio Vivaldi lindi me 4 mars 1678 në Venecia, një qytet ku muzika, arti dhe politika ndërthureshin në mënyrë magjepsëse. I biri i Giovanni Battista Vivaldit, një berber me pasion për muzikën dhe violinist profesionist, Antonio u rrit me stingujve dhe skenave. Që në moshë të re, ai u shqua për talentin e jashtëzakonshëm muzikor, në veçanti në violin, instrument që do ta kthente në simbol të epokës baroke. Por Vivaldi nuk ishte vetëm kompozitori koncerteve dhe simfonive. Ai ishte edhe një krijues i skenës, një njeri që kuptonte fuqinë e dramës, emocioneve dhe figurave historike. Dhe pikërisht këtu hyn në histori opera Skënderbeu. Në vitin 1718, Vivaldi kompozoi operën Skanderbeg, një vepër që sot konsiderohet ndër kompozimet e rralla dhe më intriguese të tij. Premiera u mbajt me 22 qershor 1718 në Teatro della Pergola në Firenze, një ngjarje me peshë të madhe kulturore. Sepse kjo shfaqje shënoi edhe rihapjen zyrtare të teatrit për publikun. Për një moment kaq të rëndësishëm, zgjedhja e subjektit nuk ishte as pak rastësore. Libreti i operës u shkruan nga Antonio Salvi, një nga libretistët më të respektuar të kohës dhe i preferuari i dukës së Toskanës, Ferdinando de Medici. Familja Medici nuk ishte thjesht një dinasti sunduese, ajo ishte zemra kulturore e Evropës, mbrojtëse e artit, muzikës dhe teatrit. Që një vepër për Skënderbeun të përkrahej në këtë rreth elitist, tregon qartë se figura e heroit shqiptar kishte një rezonancë të jashtëzakonshme në imagjinatën evropiane. Ngjarjet e operës zhvillohen gjatë rrethimit të parë të Krujes në vitin 1450 dhe janë më shumë dramatike se historike. Qyteti është i rrethuar nga ushtrit osmane të drejtuara nga Sultan Murati. Skënderbeu paraqitet si komandant, strateg dhe kalorës i nderit, por mbi të gjitha si figurë njerëzore, e ndarë mes luftës dhe dashurisë. Në një nga momentet më dramatike të operës, Donika, bashkëshortja e Skënderbeut, bie rob në duart e osmanëve. Kjo ngjarje ndez konfliktin emocional të veprës. I shqetësuar dhe i tronditur, Skënderbeu ndërmerr një veprim të guximshëm dhe simbolik. Rrëmben vajzën e Sultan Muratit, me shpresën se konflikti mund të zgjidhet përmes një këmbimi robëreshash. Ky motiv, tipik për melodramën baroke, nuk synon saktësinë historike, por fuqinë emocionale. Opera nuk kërkon të dokumentoj historinë, por ta ndjej atë, intrigat, keqkuptimet dhe kthesat e papritura kulmojnë në fund. Kur Skënderbeu, jo përmes marrëveshjes, por përmes trimërisë dhe nderit, e çliron vet Donikën. Kritikët e mëvonshëm kanë vënë dukje se me këtë vepër Vivaldi ka ndërtuar një triumf simbolik të dashurisë dhe burërisë shqiptare. Skënderbeu i tij nuk është thjesht luftëtar, ai është kalorës evropian, figurë morale dhe shembull virtyti.
Ky Skënderbej është ndryshe nga ai që jemi mësuar të shohim në artin shqiptar modern. Ai nuk është vetëm simbol rezistence kombëtare, por pjesë e një universi më të gjerë kulturor, ku rëndësi ka fryma kalorësiake, lirizmi dhe nderi personal. Në artin evropian të kohës, karakteri i brendshëm shpesh ishte më pak i rëndësishëm se sa ideali që ai përfaqësonte. Dhe pikërisht këtu qëndron rëndësia e kësaj opere. Fakti që Vivaldi dhe rrethi kulturor i Firences zgjodhen Skënderbeun si subjekt për një ngjarje kaq të rëndësishme, dëshmon se heroi shqiptar vazhdonte të shihej si figurë evropiane edhe pothuajse 300 vjet pas vdekjes së tij. Skënderbeu ishte përfytyruar si mbrojtës i krishtërimit, si aleat i perëndimit dhe si simbol i rezistencës ndaj despotizmit lindor. Ai ishte mik i virtytit dhe jo i fatit, siç shprehej vetë në letrën e famshme drejtuar Ferdinandit të Napolit. Ky përkufizim mishërohet në mënyrë perfekte në operën e Vivaldit. Antonio Vivaldi në kulmin e krijimtarisë së tij kishte një repertor mbreslënës, mbi 500 koncerte, 46 opera, 10 simfoni, sonata dhe vepra të muzikës së shenjtë. Megjithatë, sot ai njihet më së shumti për 4 stinat, kompozuar në vitin 1723, një vepër që revolucionarizoi mënyrën se si muzika përshkruante natyrën. Por për te famës së 4 stinave, opera Skënderbeu mbetet një dëshmi e rrallë se si historia shqiptare ka qenë pjesë e ndërgjegjes kulturore evropiane. Edhe pse partiturat e plota të kësaj opere nuk kanë mbijetuar deri në ditët tona, vetë ekzistenca e saj flet më shumë se çdo fjalë. Ajo na tregon se Skënderbeu nuk ishte vetëm heroi shqiptarëve, por figurë që frymëzonte obore, teatro dhe kompozitor në zemër të Evropës. Ai ishte një simbol që ka përcente kufit etnik dhe kohor. Sot kur flasim për Skënderbeun, rrallë kujtojmë se ai ka jetuar edhe në skenat e operës baroke mes violinave të Vivaldit dhe vargjeve të poetëve italian, dhe pikërisht kjo e bën historinë tonë edhe më të madhe, edhe më evropiane, edhe më epike. Tani na tregoni ju, a kishi dëgjuar më parë që Antonio Vivaldi kishte kompozuar një operë për Skënderbeun? Çfarë mendoni për mënyrën se si Evropa e shihte heroin ton kombëtar? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.